Një deklaratë e papritur në fan club ka trazuar rjetin. A ka pasur vërtet një lidhje mes Brikenës Selmanit dhe Ade Xharavinës? Pas aludimeve që shpërthyen në studio, Adeu reagoi menjëherë dhe tha të vërtetën. Por çfarë ndodhi realisht mes tyre dhe pse kjo histori po bën kaq buj? Detajet do t'i mësoni në këtë video. Një deklaratë e papritur në emisionin Fan Club ka ndezur rjetin dhe ka vënë në qendër të vëmendjes emrin e Brikena Selmanit. Gjatë diskutimeve në studio u hodh një pretendim se Brikena mund të ketë pasur një lidhje me të kaluarin e ish konkurrentit të përputhen Ade Xharavina. Deklarata erdhi nga e ftuara në studio me emrin Olta Sheta, e cila tha se Brikena ka qenë e lidhur me Adeun para se ajo të bëhen e njohur për publikun. Kjo deklaratë shkaktoi menjëherë reagime dhe kuriozitet shumë të madh, duke bërë që tema të përhapet shpejt në rrjetet sociale. Por shumë shpejt erdhi edhe reagimi i vet Adeut. Në një lidhje direkte në emision, ai vendosi të sqarojë publikisht situatën dhe të tregojë versionin e tij të historisë. Sipas Adeut, mes tij dhe Brikenës nuk ka pasur asnjë lidhje dashurie. Ai tha se ata janë njohur dhe janë takuar vetëm një herë për kafe dhe asgjë më shumë. Madje Adeu nuk kurseu fjalët e mira për Brikenën, duke e përshkruar atë si vajzë shumë të mirë dhe të sinqertë. Ai gjithashtu shpreh se është një vajzë e qiltër, e pastër dhe nuk është intrigante. Unë nuk jam këtu për të bërë tifo për të, por nuk dua që ajo të sulmohet në rrjet për gjëra që nuk janë të vërteta. Sipas tij, njohja mes tyre ka ndodhur përmes një shoku të përbashkët dhe gjithçka ka mbetur vetëm një takim të thjeshtë për kafe. Kështu me këtë deklaratë, Adeu hodhi poshtë thashë theme që qarkullonin për të dhe Brikenën. Megjithatë, siç ndodh shpesh me personazhet publike dhe sidomos me banorët e Big Brother VIP Albania, çdo deklaratë apo aludim mund të bëhet shpesh temë diskutimit për publikun. Mbetet për të parë nëse kjo histori do të mbyllet këtu apo në ditët në vijim do të ketë reagime të tjera nga personazhe të tjerë.